Kryetaria e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, Tatjana Dimitrovska, e dyshuar në rastin aditiv për shkak të dyshimit se i ka zbuluar sekrete zyrtare. Njërit prej të dyshuarve të këtij rasti, sot nëpërmjet një letre publike ka deklaruar se ka pasur komunikim miqësor me njërin prej të dyshuarve në aditiv, për të cilin thot se ishte mik familjar i saj. Sipas saj, bisedat e tyre nuk kanë pasur të bëjnë lidhur me rastin në fjalë, por kanë qenë biseda miqësore. Dua të informoj publikun se komunikimi im me një mik të familjes i cili më vonë u bë i akuzuar në rastin aditiv ndodhi në një periudhë para se të fillonin procedurat kundër tij para prokurorisë kompetente. Nga njoftimi i prokurorisë publike për prokurorin për ndjekjet e krimit të organizuar dhe korrupsionin, kuptohet se komunikimi ynë ka zgjatur deri në dhjetor 2024, ose para se t'i shqiptohej paraburgimi sipas kësaj mase. Unë e kam ndërprer komunikimin. Përmbajtja e komunikimit i referohet bisedave që nuk kanë lidhje me rastin aditiv. Disa nga informacionet e ndara kanë të bëjnë me dokumente publike, përmbajtjet e cilëve është bërë publike para komunikimit tonë dhe pjesa tjetër është komunikimi zakonshëm miqësor. Ajo mëtej thot se ky komunikim është bërë pas një qëllim për të ndikuar në procedurat ose në ndonjë aspekt të hetimit. E them këtë me përgjegjësi. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit aktualisht po zhvillon një procedurë për të verifikuar statusin pasuror të personit të lartpërmendur. Me ndarjen elektronike, çështja nuk më është caktuar mua për përpunim dhe sipas rregullave të përcaktuara, unë nuk kam mundësi të ndikoj në rrjedhën e procedurës ose në rezultatin e saj. Vendimet e KSHPK-s merren kolektivisht me shumicën e votave të anëtarëve. Si kryetare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, dua të theksoj se besueshmëria dhe integriteti i institucionit nuk duhet të vihen në dyshim në asnjë rrethan. 6 anëtarët e tjerë të institucionit që unë përfaqësoj nuk kanë lidhje me krimin për të cilin dyshohem, thot Dimitrovska. Dimitrovska javën e kaluar u përfshi në listën e të dyshuarve, me të cilët Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit zgjeroi hetimin për rastin aditiv. Prokuroria propozoi që të merren masa paraprake për të në kuadër të rastit aditiv, të cilat u pranuan nga Gjykata Themelore Penale e Shkupit. Rasti aditiv ka të bëjë me një hetim për keqpërdorime me prokurimin publik dhe pastrim parash në lidhje me prokurimin e aditivëve të qymyrit për nevojat e elektranave të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Lidhur me këtë rast, janë akuzuar 31 individ dhe 5 persona juridik.